Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara. Dëshiroj që vetën dhe ju ta këshilloj në këta pak minuta për vlerën dhe rëndësinë, mirësitë dhe begatitë e namazit sabat. Padyshim, hadithet, ajetet që tregojnë për vlerën e këtyre namazit sabat, sidomos namazit me xhamat, janë të shumta. Kisha mund dal tek ajeti kuranor në surën Isra, ku Allahu na tregon, thotë: "Wa qimis salat liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Thot Allah në këtë ajet kuranor, thot: "Dhe kujdesu për namazin, fal namazin prej kohës kur ka lënë dielli zenitin e deri në natën e errët, për 4 kohët, dreka, ikindia, akshami, yatsia, dhe pastaj Allah e veçan namazin sabat, thot: "wa Qur'an al-fajri", që komentatorët e Kuranit gjithë janë një fjalë që është për qëllim namazi sabatit, dhe inne Qur'an al-fajri kana mashhuda, vërtet Kurani që këndohet në namazin sabat është i dëshmuar nga me lajket. E dëshmuan edhe hadithi që tregon për vlerën e namazit me xhamat, thot se namazi atij që falet me xhamat është 25 herë më i vlefshëm se sa namazi atij që falet vetmas. Dhe vazhdon hadithi, thot: "Dhe dini se në namazin sabat dëshmojnë me lajket." Është treguar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me lajket të cilat i shkruajnë veprat tona të mira dhe të këqija zbresin në namazin e sabat dhe në namazin e kindis. Dhe Allah i pyet: "Si i gjet robët e mi?" Thot: "I gjetëm ata duke u fal." Dhe si i lat ata? Atëherë kur të thejnë, thot: "I lam ata prapë duke u fal." Andaj shpresojmë që edhe ne të jemi prej atyre që Allah gjithmonë na gjen, dhe kur me lajket ngritet të raportojnë për veprat tona, na gjen gjithmonë me punë dhe vepra të mira. Padyshim se koha e mëngjesit është e dalluar. Allah ka veçuar këtë kohë duke na treguar që mëngjesi i hershëm është i bereqetshëm, është i begat për besimtarët. Gjithashtu kishëm veçuar për vlerën e namazit sabat edhe hadithin që thotë: "Përgëzoj besimtarët të cilët ecin në errësirën e natës drejt xhamisë." Padyshim ai besimtar që e kalon spari atë sfidën e zgjimit herët në sabah, e lën gjumin, e lën shtratin e tij të ngratë, dhe pastaj në errësirë që mund të bashkangjitet edhe me frikë nga ndonjë kafshë egër, nga ndonjë qen, apo në ftohtin e madh që është tash në dimër, padyshim që ai, thotë pejgamberi në këtë hadith, përgëzoi këtë besimtar që e bën këtë sakrificë në emër të Allahut, përgëzo me nur, me dritë të plot në ditën e gjykimit. Thot Allah në Kur'an: "Hel jazaul ihsan illa al ihsan", a shpërblet ndryshe vepra e mirë vetëse me diçka që është edhe më e mirë prej Allahut fuqiplot? Padyshim që jo. Për vlerës e namazit sabat është edhe hadithi që na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: "Men salla subha fa huwa fi dhimmatillah." Thot ai që fal namazin sabat është ka hyrë në garancionin, në besën e Allahut. A dëshiron pra ti besimtari nderuar të kesh këtë mirësi, këtë begati të madhe të Allahut, të hysh në mbrojtjen, në besën e Allahut të lartësuar? Dhe hadithi pastaj vazhdon, thot: "Dhe ai besimtar që ka hyrë në mbrojtjen e Allahut, padyshim ai që e lëndon atë, ai që flet për të, padyshim që e ka thyr besën e Allahut." Padyshim një prej mirësive më të mëdha është që të jemi në mbrojtjen dhe në besën e Zotit të plotfuqishëm që ka gjithçka në dorën e tij. Besimtarët e nderuar, hadithet që tregojnë për vlerën e namazit sabat janë të shumta. Kisha dashur të cekë për fund edhe hadithin që thotë se rakatul fajr hayrun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rekatet sunet të sabatit janë më të mira se dynjaja dhe çka kanë të. Andaj nëse kjo vlerë, kjo rëndësi është për sunetin e sabatit, a thua vallë çfarë rëndësie, çfarë vlerë ka farzi i sabat? Besimtarët e nderuar, ju këshilloj veten edhe juve që të hyjmë ne edhe ne në karavanin e atyre që falin namazin sabat, përfitojmë nga bereqetet e namazit sabat dhe kështu e fillojmë ditën mbar me të mira, me mirësi, me begati, me bereqet, ashtu që pastaj jeta jon gjithatë jetë në shërbim të madhit Allah, ashtu siç Allahu është i kënaqur.